Përshëndetje Marcela, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Shumë faleminderit, është kënaqësi dhe patjetër ju përgjigj ftesës në mënyrë të njershme. Atëherë, çfarë do na thot Marcela për fillimet e saj në gazetari, shkollimin e deri sot rrugtimin nëpër gjitha televizionet ku ka punuar, karrierën, si e ka zhvilluar të pasion për gazetarin dhe është ajo gazetarja që kërkon lajmin e thot të vërtetën apo nuk e thot të vërtetën? Në fakt janë shumë pyetje të bëra njerësh dhe më duhet vendos një rregull në mendimet e mia. U bën shumë vite tashmë, u bën më shumë se 2 dekada, por patjetër që do përpiqem të koncentrohem në fillimet. Unë kam mbaruar shkollën e mesme të përgjithshme Perikli Ekonomi në Fier në vitet 94-98. Në fakt hobi im nuk ka qenë as pak gazetaria. Pavarësisht se më pëlqente të shkruaja dhe shpesh herë shkrimet mia, poezit mia botoheshin tek Gazeta Brezit 2000. Por në fakt pasioni im ishte drejtësia. Unë kisha dëshirë të vazhdoja për juridik, madje kisha filluar pasi të përfundonte gjimnazi, 6 muaj para kisha filluar të bëja kurse për juridik. Dhe unë u regjistrova për juridik realisht dhe më vjen një ftesë, duke qenë se ishin trazirat atëherë të 97-s, t'je nga gjithë një periudhë shumë e vështirë për gjithë popullin shqiptar, një degradim total i shoqërisë. Dëshira e prindërve të mi ishte që unë të largohesha nga vendi në atë periudhë, nuk dëshironin që unë t'i kryeja këtu studimet e larta, duke qenë se isha edhe një nxënëse tepër e mirë. Dëshironin një ambient të qetë, duke parë se situata ishte e tillë që duke që duhej shumë kohë në fakt e rrezikshme, duhej shumë kohë që të rikthehej në stabilitet dhe në fakt vetëm shumë kohë, por mund të them që kanë kaluar shumë kohë tashmë, unë mbarova dhe studimet, kam kaq vite në gazetari dhe situata nuk është ajo që duhet të ishte. Megjithatë po mbetem këtu tek fillimet. Më vjen një ftesë, pra, një mundësi për të vazhduar shkollën në Bukuresht. Shkoj në ambasadën rumune, në fakt mora një risk, sepse ditën që unë duhet shkoja në ambasadën rumune në Tiranë, kisha dhe ditën e provimit për juridik në Tiranë, pra nëse unë nuk kualifikohesha në ambasadë për të vijuar studimet në Bukuresht, atëherë më ndigjej dhe shkollimi këtu, pra, në atë vit këtu në Shqipëri, por megjithatë kisha një ndjesi të brendshme që unë do fitoja në Rumani. Dhe në momentin që mua më thonë po, në fakt na bën një test më tepër psikologjik, sepse duke qenë se shumë student më parë, pra, kishin shkuar dhe nuk e kishin përballuar dot largimin dhe ishin futur rrugës së narkotikut dhe u kthyen më pas të traumatizuar në Shqipëri pa përfunduar studimet për fat keq. Atëherë ishte më tepër testi psikologjik sa në gjendje ti të jesh larg prindërve, të përballosh këtë distancë, sepse nuk do shkonim për qef, nuk ishte ekskursion, por ishte studim, ne të fillonim gjuhën nga e para dhe ti do të ishe një student i barabartë me gjithë tjerët dhe s'mund të justifikoheshe çka se unë nuk di të shkruaj mirë rumanisht apo unë nuk di të lexoj mirë. Atëherë ti ishte i barabartë mes barabartëve edhe pse viti i parë ishte gjuha dhe ti do ta nisje gjithçka nga ajo. Pra ishte një risk tepër i madh. Megjithatë unë përsëris, pra, kisha një ndjesi të brendshme që unë duhet të shkoja atje. Dhe në momentin kur më thonë që je kualifikuar, por duhet zgjedhësh të vendosësh tani se çfarë do të vazhdosh, pra, çfarë dege, në të qindën e sekondës unë them gazetari. Më kujtua pasionin për shkruar, ndoshta ishte pak ajo mënyra se si na pyetën që ndikoi, pra, më tepër na futën në psikologji, doli më tepër shpirti poetik dhe besoj se kjo ndikoi që unë aty të them gazetari dhe pasi dal më prisnin prindrit dhe më thanë urime juristi ardhshme, por unë thash që unë vazhdova për gazetari dhe ata unë pra zgjodha gazetarin dhe ata mbeten shumë befasuar, megjithatë e respektuan vendimin tim, që më tepër nuk kishin shumë kohë për të menduar për vendimin, përveç faktit, pra, që ishte parsor fakti që unë tashmë isha kualifikuar dhe do ishte më të qetë që unë të largohesha nga kjo situatë, pra, që ishte këtu ka shamulli. Patjetër që ishte vështirë, sepse dihet që ne jemi shumë të lidhur me prindër, shumë me familjen, shumë pak kohë isha larguar, pra tek tezja dhe gjyshja dhe halla, këto ishin largimet tona disa
ditore apo dhe javore, por një largim të tillë jashtë vendit, pra e kishim të vështirë, sidoqoftë, pra erdhi dhe dita që të largoheshim, 2 shtete me botë kuptime të ndryshme, me klimë të ndryshme, shumë e rëndësishme kjo, sepse unë u largova këtu në 3 tetor, së bashku me të gjithë nxënësit që kishin ata ishin planuar pra për të drejtën e tyre për studiuar në Rumani, dhe ne u larguam në një ditë kur ishte temperatura 23 gradë dhe shkuam direkt në minus 23 gradë. Kjo ishte me një shok i madh për ne. Kjo në fakt ishte edhe një lloj shkputje vëmendjeje nga fillimet e vështira, sepse ne ishim të apasionuar pas borës, pas ushqimit, sepse për 3 muaj unë mora 13 kg, sepse ishte e pamundur ta përballoja ndryshe. Shihnim se si reagonte organizmi tek kolegët, pra një koleg nga Berati erdhi me flokaçorela për 3 muaj, u bë qoros, nuk e pranonte, pra organizmi i gjithë të ftohtë, të tjerë patën njëse problematikash, ndërsa unë e kalova me 13 kg, nuk ishim pak për 3 muaj. Pra, kjo periudha e fillimit ishte më tepër të magjepsur pas natyrës, pas arkitekturës, nuk e patëm dhe shumë të vështirë. Vitin e parë, unë u caktova bashkë me 8 kolegë të mi që ta vazhdonim vitin e gjuhës, pra në Jash, është një qytet me tradit, fakulteti i gjuhës ishte ndërtuar në 1400-ën. Kjo na mallëngjente në fakt, sepse duke menduar që ne si shtet në 1912 u bë me alfabet, e shinim si diçka tepër impresionuese. Dhe realisht, përveç romanishtes, edhe latinishtja ishte bazë. Në fakt, aty pikërisht pra tek mësimi i gjuhës rumune, arrita që të krijoj edhe një rregull në mësimin e gjuhëve të tjera, thuaja më vonë, sepse ka një rregull, do kohën e vet. Fillimisht do mësosh disa fjalë të shkputura, pastaj gradualisht do i formosh fjali, do të jesh shumë i vëmendshëm sepse nuk është vetëm lexim gjuhë, por është intuit. Dhe ti i qet pastaj që do ja dalësh të mësosh një gjë tuaj, jo thjesht ta mësosh, por ta mësoje për fakultet. Dhe në 6 muaj unë arrita të lexoja Kuqja dhe Zeza e Stendalit në rumanisht. Dhe pra çdo ditë kalonte me dëshirën për të mësuar fjalë më shumë, fjali më shumë, njerëz si njehni më shumë. Dua të theksoj se pati një mikpritje të jashtëzakonshme, ne si popull dallohemi për mikpritje, por mund të them që mikpritja e rumunëve ishte jashtëzakonshme, edhe për faktin se ishim karaktere shumë të ndryshme. Ne u larguam nga Shqipëria në periudhë kur plumbat ishin në çdo kohë, zhurma ishte, frika ishte, paniku ishte. Ndërsa tjerë ishte një qetësi e jashtëzakonshme, janë një popull që nuk përtasin, nuk janë shumë sanguin, janë tepër të qetë, nuk arrin të dëgjosh se çfarë ata thonë teksa flasin në telefon që këtu ne gjejmë gjitha. Dhe në fakt kjo ishte një mënyrë tjetër që na impresiononte. Çdo ditë më shumë kishte gjëra që ne na tërhiqnin, na bënin të harronim që ishim larg familjes dhe na ndihmoni jashtëzakonisht shumë përsa i përket gjuhës. Arritëm shumë shpejt të ndiheshim në gjendje, pa na kapur paniku që po largoi viti dhe ne duhet të ishim në gjendje pra për që në fakultet. Provimin e gjuhës të gjithë e morëm me nota maksimale, dolëm gjithë shumë mirë, dhe vetë mësuesit ishin shumë të kënaqur nga shqiptarët, sepse na etiketuan si njerëz që i kapin gjërat shumë shpejt. Dhe në fakt se rregull ishte që atje ku bëje gjuhën, aty të vazhdoje dhe fakultetin. Mirë, po unë e kisha ndarë mendjen që diplomën e doja në Bukuresht. Dhe kam bërë në fakt një sakrificë shumë të madhe, më është dashur paktën 1 muaj një orvajtje jashtë Bukuresht, bëja kërkesa, duhet të pranohesh nëse jo, sa në moment kur dekani më sheh që isha tërësisht raskapitur nga lodhja, sepse ishte shumë e largët distanca, ishte 8 orë me tren nga Bukureshti në Jash.
sa po shkoje, thjesht për një pyetje, do ktheheshe prap, dhe kur më pa në atë gjendje kaq të vendosur në fakt, por edhe të lodhur, tha ka që vendosur je, po jam shumë e vendosur, dakor, tha që nesër do regjistrohesh. Pastaj ishte sakrifica për të marrë një shtëpi me qira, për ta gjetur, patjetër vetëm s'mund të rrish. Arrita shumë shpejt që ta gjej edhe një shtëpi me qira, sepse nuk dëshiroja të rrija në konvikt. Arrita gjej dhe një mikeshën time, që kam mikesh shumë të mirë, Olesja, ishte vajzë 2 pedagogëve nga Kishinov, dje që dhe Moldova ishte një vend problematik dhe vazhdon tjetë, post-komunist, vijon tjetë ende në një regjim, dhe arrita që më në fund gjej paqe. Filloj pastaj rrugtimin në fakultet, ja kam dalë shumë mirë, nuk do ati më shoj shumë kësaj periude, por që kam dalë në rezultate shumë të mira dhe pata mirëkuptimin e gjithë pedagogëve, gjithë kolegëve, ata që më tepër që ishin tepër kurios edhe për media në Shqipëri, madje edhe shpeshherë kam bërë edhe shkrime për sa i përket medias në Shqipëri dhe kjo në një farë mënyra po tjetër më bënte edhe të privilegjuar, pra nuk e ndjeni veten të huaj, por si njerëz nga të cilët çdo ditë prisnin gjëra të reja, gjëra interesante që të mësonin dhe shpeshherë për fat keq thoshin si është e mundur që të ekzistojë kjo gjë. Megjithatë, kaluan shumë shpejt 4 vite fakultet, pra 5 vite në Bukuresht bashkë me vitin e gjuhës, dhe mu desh të rikthehesha. Por gjatë kohës, gjatë viteve të studimit, gjatë verës, ishim të detyruar që të bënim dhe një periudhë praktike, por unë bëja kërkesë që atë ta bëja në Shqipëri, pranë televizionit Kombi, kanë qenë fillimet e mia aty, më të quaj që aty është fillimi im i rrugtimit mediatik. Kam patur një mbështetje nga gjithë kolegët atje, kujtoj me nostalgji Odise Plakun, Diana Milen dhe shumë kolegë të tjerë, të cilët edhe bashkë kemi punuar aty. Dhe më duke si ka ndodhur dje, realisht ishte një mbështetje kaq e madhe, sepse është tjetër gjë, do të kuptojmë që është tjetër gjë studimi, është tjetër gjë teoria me praktikën. Dhe gjatë kjo eksperiencë, pra gjatë çdo vere që unë vija pas përfundimit të fakultet të vitit përkallës, pra më ndihmonte që unë kur mbarova përfundimisht fakultetin të kthehem këtu pa patur frikë që të bëj një lajm në terren. U angazhova dhe në radio, dhe në gjitha televizionet lokale, dhe tek në një moshë 25 vjeçare aty jam drejtoreshe e televizionit Apollon, drejtoreshe informacioni. Pra të gjitha llojet e medjave, që në shumatoren e tyre ato janë një puzzle në ngritje profesionale. Çdo eksperiencë ishte shumë e rëndësishme në formim. Por duke qenë se ta themi këtë, nuk mund ta mohoj që atëherë edhe presioni ishte më i madh. Nuk mund të cënoje, madje dhe nëse citoni me emrin e një personi të dënuar që kishte dalë në komunikatin e policisë, të merrnin telefon hiqe. Kaq i madh ishte presioni, gjë që me karakterin tim apo me çfarë unë isha mësuar e konsideroja të paimagjinueshme, nuk mund funksionoj kështu. U largova pastaj për 10 vite në Athinë. Ishte një eksperiencë më vete, padyshim që mënyra e botkuptimit të jetesës atje ose mënyra se si bëhej gazetari mua më ndihmoi shumë që në rikthimin tim këtu në 2018-ën. Çfarë ndryshimi kishte Athina me Thierin? Ndryshimet janë kolosale, sepse ata kanë një gazetari të lirë, një gazetari objektive, madje mund të them se ka një rol shumë herë më të fuqishëm se sa politika. Ndikim tek publiku. Po, ndikim tek publiku. Dhe është pushtet i parë, mund ta quajmë. Nëse këtu është i 4, i 5 apo i 6, atje është i pari. Pra, atje bëj gazetari në mënyrë shumë të shlirët dhe duke para atë model gazetaria, në momentin që unë rikthehem pas 10 vitesh, e pata të vështirë në fakt rikthimin në televizionin Apollon, unë të përpiqem të jem një zë i vërtet, një zë ndryshe, të trajtoj temat nxehta
qoftë politike, qoftë sociale, apo çfarë do lloj teme tjetër që jo çdo kush mund të realizonte me telefonata drejt për drejta, dhe në fakt ja dola shumë mirë, por teksa e mendoj sot, në fakt e pata me frikriktimin sepse 10 vite largim, mungesë nga realiteti këtu, është një hendek shumë i madh që ti të jesh në koherencë të gjërave në mënyrë çfarë ka ndodhur, pra objektive. Sepse mund të trajtosh një problematikë e cila është shumë vjeçare, por ti nuk e di si ka ecur në kohë. Mua më desh që për çfarë do lloj problematike unë të informohesha se çfarë kishte ndodhur dhe shumë shpejt u futa në linjë, më ndihmoi jashtë mase dhe terreni. E them me plot gojë, nëse nuk prek terrenin, nëse nuk prek problematikën, nëse nuk dëgjon qytetarin nga afër, tjetër gjë të flasësh në studio se sa ropatet ai fermeri atje në ar, por kur shkon vet, futesh brenda një sere në ver që arrin 60 gradë, që mezi mbushesh me frym, thuasi është e mundur të mos e kuptosh ropatjen e këtyre fermerëve, kur ne vetë në qytet jemi realist, shpeshherë përtojmë që edhe tek supermarketi që është 20 metra larg banesës tonë, të shkojmë për të marrë gjërat gati. Pra, terreni më ndihmoi jashtë për të qenë pranë problematikave të qytetarëve. Çdo ditë më shumë kishte një larmishmëri të qytetarëve, edhe të intelektualëve, kjo ishte shumë e rëndësishme për mua pjesa qytetare. Ata që vërtet i drejtonin problematikat shumë fort. Rritja e rrezja e shikimit pra nga Konispoli në Vermosh, unë kisha telefonues, shpeshherë gjenin zgjidhje. Këtu. Po pra, unë zbrisja pas çdo emisioni dhe shihja që mua më prisnin 30 veta. Dhe kur ishte më e bukur, se zakonisht problemet e tyre ishin probleme tokash. Dhe mund duhet merreshin, flasim në 2018-ën deri në 2022-shin. Pra, për ditë më radhë ishin njerëz që merrnin rrugë gjatë dhe vinin aty tek ty, tregonin letra dhe unë aty në vërtet tash është e mundur tani, po merr edhe me gazetari, por edhe po bëj edhe juristën që kanë patur dëshirë, që kanë patur pasion. Pra, ka patur raste, duhet ta theksoj këtë që bashkëpunimi shumë të mirë me ish drejtorin e hipotekës atëherë, zotin Ervin Pushi, i cili çdo lloj problematike të qytetarëve është përgjigjur në kohë reale. Njerëzit duke parë që shumë herë kanë gjetur zgjidhje ose shumë problematika, të paktën që ishin këtu pranë, pas emisionit shkoi prekja vet për kronik televizive, pra e sillnim zërin e qytetarit, jo thjesht të mbetej tek telefonata në studio, por e sillnim realisht në ekran edhe shpeshherë gjetëm dhe zgjidhje dhe kjo në fakt ishte satisfaksioni më i madh për mua dhe gradualisht për te i telefonatave direkte fillova të kem edhe formate të tjera të emisioneve si Fakt Plus, emision panel politik me tema politike kryesisht, gjithashtu emisioni Jehona e Diasporës për emigrantët, duke parë që edhe nga jashtë vendit kishte një interes shumë të madh, shija në fund të çdo emisioni me telefonatat kishte 300 thirrje të humbura, kjo ishte një arritje e madhe. Kështu që në fakt nuk ishte e lehtë edhe për mua që të kthehesha nga një mënyrë tjetër jetese në një vend që një ngesh ta them, por shumë provincial kam bet Fieri. E kalova shumë lehtë sepse ky është një profesion që nuk një as orar. Unë filloja në 7 mëngjesit dhe përfundoja në 11 natës. Pra më dukej dita si 10 minuta. Pra ato 4 vite ishin vërtet të ngjeshura shumë me lodhje, me angazhim maksimal, por që i përkushtohesha kaq shumë sa nuk e ndjeja as lodhjen, patjetër që ndjesha mirë teksa njerëzit ndalonin në rrugë, madje arritëm që të kishim telefonata nga gjitha burqet e vendit. Arritëm të futemi edhe në çdo dhomë burgu. Po pra, atje ku nuk kishte, madje ka patur raste të tilla sa kur dilnin nga burgu, gjë ndalesa e parë që bënin pra ishte televizioni Apollon që na takonin neve dhe të shkonin pranë familjeve të tyre. Ka patur shumë situata nga më të vështirat, situata njerëzore që janë të paimagjinueshme, ndonjëherë edhe neglizhenca e institucioneve apo edhe vetë niveli i vetë
personave që e kishin lejuar veten të në atë farë fe të degradonin. Megjithatë, pas largimit nga televizioni Apollon, që e theksoj është një eksperiencë e jashtëzakonshme për mua, edhe sot e kësaj dite, mua më telefonoj njerëz që duke qenë se jepen dhe ritransmetime, emisionesh, mendojnë se jam ende aty dhe gjithmonë më kërkojnë, madje përveç se Marcela Topin dhe Marcela Apolloni, dhe pavarësisht se mund të kem logon e reportit, ku jam aktualisht në dorë, apo kam patur logon e News 24-s, apo të Fox News, sado që shohin gjitha të logon në dorë, prap është Marcela Apollonit. Prap kam mbetur kjo, megjithatë nuk kam ndonjë ankesë për këtë, sepse është një periudhë që unë kujtoj me nostalgji, pavarësisht lodhjes apo edhe momenteve të vështira që kam kaluar aty. Më vonë pastaj u angazhova tek televizionet e Tiranës. Fox News ishte një eksperiencë shumë e mirë për mua. News 24 gjithashtu, duke përshtatur janë dhe ekrane televizive me linje editoriale që përshtaten edhe karakterit tim, pra që të lënë hapësirë që ti të trajtosh çdo lloj problematike me realitet, një lloj oponence, po mos dua ta shoh nuk të këndvështrim, ndoshta linja editoriale apo ekranet televizive të këtyre televizionave shihen si oponence qeverisë, ndërsa unë e përktheja në hapësirë për të shfaqur problematikat realisht. Realisht me transparencë ashtu siç ishin, për të cilë zërin e qytetarëve pas një lloji censure pra në ekran. Por pavarësisht se edhe report televizioni i cili në një lloj mënyre apo tjetër konceptohet disi si pro-qeveritar, nuk ka diçka të tillë. Mund të them që është perceptuar gabim nga qytetarët, sepse unë nuk kam patur asnjë lloj censure, ndërhyrje për të thënë të vërtetat apo për të bërë lajmet më transparente. Pra, kanë diçka tjetër që unë e vlerësoj arsyesisht shumë dhe që do rrit profesionalisht, që lajmin e kërkojmë një kronik, nuk e kërkojmë brenda ditës të cunguar, të marrësh dy qytetarë aty të dalin në një intervistë, por e kërkojnë të kompletuar me disa burime dhe kjo e bën fakti edhe lajmin më të plotë, e bën më të besueshëm, e bën më transparent, më profesional dhe mund të them që këtu e ndjej shumë rritjen profesionale edhe pse ende s'kam mbushur vitin, por duke qenë se më lën shumë hapësirë, kam qenë shumë angazhuar para fillimit të çdo para transmetimit të çdo kronike televizive të lënë një hapësirë shumë të madhe në live. Kjo patjetër që më kanë ndihmuar jashtë mase. Kemi mendoj një problem me pjesën e emancipimit femrës në shoqëri. Duhet ta prek se edhe në solo intervista kemi pak femra, jo se kemi pak femra që kemi ftuar, po disa flasin, disa nuk flasin. Ti ke vlerësuar, ke menduar që të flasësh. Sa ndikon Marcela si gazetare, si femër, si qytetare, të gjithë publiku femëror, kuptohet, jo vetëm femëror, por në rastin konkret është specifik, te ky publik femëror, që ketë më shumë besim kjo femra, kjo qytetarja, anonime, kushdo që tjetë në qytet, në fshat, në gjithë Shqipërinë. Po, e kuptova pyetjen tuaj. Ta shikon si model. Kuptova pyetjen tuaj, në fakt edhe unë mund ta them që e vuaj atë mungesën e barazisë gjinore, sepse ne jemi 10 kolegë, operator, gazetar dhe unë jam e vetmja femër që dalë në përditshmëri, plus edhe kolegët e mia të tjera, të cilat kanë angazhime më të shumta familjare dhe e prekin më pak terrenin, por që në përditshmëri jam pothuajse vetmja femër mes gjithë kolegëve meshkuj. Mund të them për plot gojë që shoqëria me genin e kundërt është shumë pozitive. Besoj se kjo ndodh edhe me meshkujt, më të mirë kanë shoqërinë me femrat se sa me meshkujt. Por patjetër që do kisha dëshirën të kisha sa më shumë femra në gazetari. Ka patur, sepse po i kthehem edhe rrugtimit shumë i qartë tashmë. Ka patur e periudha të caktuara kur ka patur shumë femra të angazhuara në gazetarinë fjerake, qoftë në media lokale, por edhe si korespondent të mediave qendrore, kanë qenë një zë i fuqishëm, kanë qenë zë transparent dhe rebel
mund ta them, nuk e njeni frikën, ka qenë periudha e gazetave, që nuk ishte kaq e lehtë sepse mbetet e shkruar aty edhe nuk është një fjalë që doli në ajër edhe kaloi. Pra ka patur, por që gradualisht janë larguar shumë kolegë në e ka marrë Amerika. Dhe atje nuk e kanë ndjekur rrugtimin e tyre mediatik, janë angazhuar në profesione të tjera, në punë të tjera, që sigurisht më vjen keq që karriera e tyre mediatike është në prerë aty, sepse nëse do të mund të vazhdonin, patjetër do të ishin figura mediatike shumë të rëndësishme, të ishin modele të rëndësishme, por aktualisht jemi këtu, pra stafetën e kemi ne aktualisht këtu. Nuk është vetëm problemi i gazetarisë apo i Marcelës sa afron hapësirë për të qenë model. Unë them me keqardhje që jo vetëm Fieri, por gjithë shoqëria shqiptare sot ka një lloj mungese emancipimi. Do të përzgjedh fjalët sepse unë e dua Shqipërinë dhe nuk më vjen mirë. Mirë, kur ka mungesë emancipimi do të themi. Nuk më vjen mirë që të shoh një edhe unë vlerësoj një nivel të tillë. Dihet që pas 90-ta mori gjitha ikën e shoqërisë, gradualisht edhe intelektualët, por së fundi edhe shtresën e mesme dhe ne këtë e ndjejmë shumë, e vojmë shumë, sepse edhe nga niveli intervistës dhe shkosh të marrësh. Nëse dikush nuk flet mirë, ka që ka bagazhin, as materiali që ti përgatit nuk del në cilësinë e duhur. Pra gjërat vinë zinxhir, vinë të lidhura. Ata ndoshta nuk kanë dhe forcën, peshën e fjalës, ndoshta bën më lehtë e presioneve. Pra ne këtë e vuajmë shumë, sidomos pas 2020-s, kur pati edhe një lloj shpresë se mund të ndryshonte dhe sistemi. Pra mund të them që zëri është venitur totalisht. E them me keqardhje që në Shqipëri duhet të kishte më shumë rotacion politik, është oksigjen, sidomos për çfarë lloj shoqërie, sidomos për një shoqëri të tillë me trauma kaq të mëdha postkomuniste. Pra rotacioni duhet të ishte i shpesht, rotacioni politik, gjë që nuk ka ndodhur, por ne jemi rrotulluar rreth dy forcave politike. Asnjëherë s'kemi zgjedhur deri më sot alternativën më të mirë, por të keqen më të madhe, të keqen më të vogël, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse populli shqiptar më shumë se kushdo e meriton të një qeverisje të mirë pas asaj periudhe komuniste që ka kaluar, apo edhe periudhat e tjera të mëparshme që kanë qenë jo pak të errta për popullin shqiptar, por që sot nuk do të ishim këtu. Në fakt, të gjithë shpresojmë për progres, ndërsa këtu ndodh e kundërta, ndodh një regres, ose ka një amulli, sepse në pamje të parë duket sikur ka një emancipim. Nuk do t'i largohem pyetjes që ju bët pra tek barazia gjinore, tek emancipimi i femrave. Sheh në të vërtetë femra që pinë cigare lehtë, apo janë me tatuazhe, apo dalin në kafenera, apo edhe janë edhe drejtuese automjetësh, pra kanë makinat e tyre, por që janë të shumë në numër edhe në institucionet vendore, edhe në Këshillin Bashkiak, edhe në qeveri, shohim tashmë që më shumë se gjysma e qeverisë janë femra, por që nuk dukja është thjesht fasad, sepse ato nuk janë femra të pavarura. Nuk janë femra të forta, nuk janë femra që mund të jenë model i shoqërisë, thjesht përpiqen të kalojnë ato pakënaqësitë apo traumat e mbetura nga fëmijëria, ato përbashkëllëqet që mund vinë nga fshati, përpiqen të bëjmë pjesë e shoqërisë qytetare, pse mos jam dhe unë, çfarë mungon mua s'di unë të bëj një tatuazh apo s'di unë të dal cigare, nuk është kjo. Nuk është kjo. Femrat do të lexojnë sa më shumë, sepse unë i shoh në komunikimin e tyre shumë i vakët, duket që ka një mungesë formimi dhe është për të ardhur keq në këto kushte, s'mund të jenë as pavarur, as mund të jenë as model. Ndoshta edhe vetë ligji sot u ka dhënë më shumë hapësirë, ndoshta që është kthyer në bumerang, sepse duke u dhënë shumë liri, qoftë edhe brenda procedurave ligjore, pra dhe hapësirës ligjore, kanë abuzuar së tepër me këtë liri.
ndoshta është një lloj hakmarrje, në tonë se më të them ndaj asaj shtypjes së madhe mashkullore dihet që mashkulli shqiptar përpiqet të ketë rëndësi pronë, por që të denoncoj me njerë qofte edhe një plëmb, që s'është normale apo jo. Dhe të arrish deri tek klëmba prapë nuk është normale, sepse kjo tregon që ka një mangësi shumë të madhe në komunikimin e një çifti. Unë e shoh dhe më keq për teksa shohim që numri i divorceve rritet çdo ditë më shumë, pra ka një mungesë të madhe komunikimi, nuk mund të bëhet një martesë vetëm se vure një unas në gisht, është përkushtim i përditshëm, është proces njohjeje i vazhdueshëm i çdo ditë dhe s'mund të kalojë asnjë ditë pa folur me njëri tjetrin, pra ose s'mund të kalojë asnjë ditë duke qenë njëri i mërzitur dhe tjetri i mërzitur dhe pa e sqaruar situatën, sepse krijohet hendeku çdo ditë më i madh, edhe situata degradohen dhe ne habitemi shpesh se si çiftet të cilat ne i mbanim si modele arrin të jo thjesht të ndahen, por të bëhen dhe pjesë e dhunës apo episodeve që janë as pak të këndshme. Pra, mungesë komunikimi, që vjen nga mungesa e formimit, dëshirë për të patur protagonizëm, kjo barasia. Tani janë sa rregulla të pashkruara. S'mund të them që femra mund të bëhet turp, po ka disa korniza ku femra duhet qëndrojë shumë strikt brenda atyre. Duhet qëndrojë shumë strikt brenda atyre, gjë që këto kufi po shkelen tashmë. Një pjesë e mirë e femrave e përdorin një martesë thjesht për të patur një fëmijë dhe pastaj kaq shumë intereson, por një fëmijë s'mund të rritet pa të dy prindrit. Ka shumë përgjegjësi. Pra, dhe sidomos në këtë periudhë që po jetojmë sot, edhe shpeshherë me përkujdesjen e dy prindërve, shpeshherë fëmijët dalin nga kontrolli, pra, dhe marrin rrugë të këqija, pra nuk është, do ta kisha një apel për gjitha femrat, pra nuk është kjo barazia gjinore. Barazia gjinore është një bashkëpunim i plot me palën tjetër. Pra ti jesh sa më shumë mendje hapur, po jo mendje hapur në prizmin egoist, pra. Të mendoj vetëm për vete. Nuk mund të mendosh kurse si për vete nëse përgjegjësia është në një familje kur ti nuk jeton, ku përgjegjësi ndahet, nuk jeton më për vete, po kryesisht për familjen dhe për fëmijën. Kështu që barazia gjinore lë shumë për të dëshiruar. Ka në dukje, pra është një fasadë sikur gjërat janë të emancipuara, por realisht janë shumë primitive. Ka një presion shumë të madh brenda familjes dhe shoh që ka edhe një mlef të akumuluar të femrave që se gjen veten. Normalisht mund ta gjesh veten duke parë telenovela apo duke parë TikTokun, duke sikur jeta është vetëm foto të lumtura. Jo, jeta është përpjekje, është punë e përditshme, është punë e palodhur, asgjë nuk të ofrohet gati. Absolutisht në çdo punë ka momente që gjithë themi do heq dorë. Sepse në çdo profesion ka ditë mira, ka ditë vështira, ka ditë të lodhshme, gjitha punë që bëjnë me njerëz kanë përballje me botkuptime të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, ashtu siç kemi edhe ne presione nga më të ndryshme, që nga redaksit parat, apo qoftë edhe nga vetë institucionet vendore, varet se sa ti si gazetar ke ofruar këto mundësi, por që në mënyra po tjetër presioni vjen dhe padyshim që kjo s'mund ta kalosh me indiferentizëm, të shqetëson, pra. Çdo kush nga ne del nga shtëpia çdo mëngjes me hallet e veta, por që do të kuptojnë gjithë që jeta është tepër e shkurtër, që ti të lësh disa gjëra për të planifikuar më vonë. Çdo gjë do. S'ke kohë, pra çdo kush, çdo femër do të fillojë të bëjë atë që ditë bëj më mirë. Qoftë edhe nëse është në kush edhe një anvise shtëpia, s'ka pse unë do minde shumë keq, qoftë do e vrisja kohën duke parë telenovela, por shumë mirë më të bëja një gjimnastik brenda kushteve të shtëpisë, sepse jo të gjithë mund të kenë mundësinë e një palestre apo të shëtisë, apo të lexoj një libër që do ta ndihmojë atë të formohet. Pra, larg TikTokut, larg rrjeteve sociale, jo çdo gjë që shkëlqen është arë, dhe kjo vlen më shumë se kur çdo
dhe më shumë se kur do herë pikërisht tani pra me rrjetet sociale. Ato janë, mendoj se janë shkatërimi i gjithë shoqërisë, sepse njerëzit përpiqen të ndjekin një model gabuar. Të ndjekin një model të gabuar që i krijon identitet të rrem dhe më tepër përpiqen për foto të bukura se sa të ndjen mirë me veten e tyre dhe pjesa më e madhe e femrave, pak në çfarë njohun këtu në Fier, meqenëse po flasim për komunitetin fierak, janë të paplotësuara, janë pak kënaqura me veten e tyre, kanë shumë trauma, mund të them, të fëmijërisë që u kanë mbetur peng, martesat moshë hershme prap i konsideroj një problematik tjetër sepse ato s'kan arritur akoma të njohin veten, sado të kenë një bashkëshort me shumë para, të jetoj mes luksit, por familja është përgjegjësi. Familja, rritja e një fëmije është përgjegjësi, edukimi i tij është përgjegjësi. Pra, sado mirë të jetosh, përgjegjësia jote është tepër e madhe në një moshë tepër të vogël, ajo të konsumon, ajo të lodh. Dhe kështu që do i sugjeroja që më tepër të kushtojmë vëmendje gjërave të thjeshta që të mbushin shpirtin se sa gjërave në dukje qëndrin, por që realisht janë fat. Si mendon Marcela për mungesën që ka sot programi mosimor në Shqipëri në menaxhimin e vetes, themi ne, të drejtim kontrollit vetes, menaxhimit vetes, emocioneve, deri tek zëri, se tham që ju e thatë që në Rumani nuk bërtisnin rumunët. Tash edhe mund bërtasin stadium, çfarë në lëbitrin, po përgjithsisht komunikojnë me zëtullët. E kanë shkollë, e kanë kulturë, ne që nuk e kemi, nuk na e bën, nuk ka ardhur akoma momenti ta bëjë ministria për të edukuar fëmijët, po gazetaria çfarë mund bëj këtu? Në fakt, Artur, shtylla dhe boshni në shoqëri është trinomi, familja, arsim dhe shoqëri. Ne të gjitha sot i kemi një kolaps. Të gjitha i kemi pa busull, i kemi drejtim patjetër. Që nga familja vet, s'kemi veriun fare, një model që do ndjekim. Që nga familja vet që është bërthama. Çdo gjë që nga sistemi arsimor, kur unë kujtoj me nostalgji se si rrinim kohën, se si rrinim pins para mësuesve dhe çfarë respekti kishin për ta, jo nga frika, por nga respekti, ndërsa sot mësuesit nuk guxojnë të futen nëpër klasa. Sepse kanë frikën se se do t'i filmojnë, se nuk u flasin dot, sepse ata me njëherë të kujtojnë që kjo është e drejta ime, ti mos më fol, mos më vërtit, është e tmerrshme. Dhe për sa i përket shoqërisë, në fakt s'mund, është e vështirë t'japësh edhe shumë mend, është e vështirë sepse përpiqesh ndonjëherë ti jesh ai prindi modern, ti jesh prindi modern, mos ti përshtatesh kohës, ti përshtatesh situatës, se ndonjëherë bëjmë të mençurin për të tjerët, por po të ndodhesh vetë në një situatë nuk di nëse do jesh më mirë se ata, apo do jesh më keq se ata, apo do jesh një lloj si ata. Pra nuk di nëse nuk mund ta lësh fëmijën që të shkojnë në ekskursion me klasën, apo të ketë një telefon siç e kanë gjithë të tjerët, apo të mos vër një piercing kur e ka tjetri e ti se. Pra janë situata shumë të vështira edhe për prindërit në fakt, por që unë mendoj se sistemi arsimor ka degraduar pikës pari tek uniforma, mungesa e uniformës. Çdo institucion arsimor duhet të ketë pikës pari një uniformë. S'mund të shkojë dikush me barkun jashtë apo me pantallon të shkurtra, uniformë jo, po është duhet sipas mundësive ka rregullore shkollat. Të gjitha shkollat i shoh dhe 9 vjeçaret veçanërisht, i shoh që nuk kanë, nuk flasim për shkollat private, po flasim për shkollat shtetërore. Nuk kanë një uniformë të mirëfillt, telefonin në klasë e shoh si pengesë shumë të madhe, mungesën e respektit ndaj mësuesit. Ajo është. Po është dhënë shumë prioritet fëmijëve. Për folur duhet folur kur ka gabim, nuk është e pamundur, edhe më e keqja është se mësuesit nuk kontaktojnë dot as me prindërit. Sepse ata në vend që të merren me fëmijën e tyre, ata merren me mësuesin. Pra, në këtë këndvështrim shoh një shoqëri
sepse vinë zinxhir shkak pasoj, shoh një shoqëri shumë të shpërndar. Më habit fakti se si, për shembull tek lojrat që ishin vendosur gjatë ditëve festive, në prag të ndërimit viteve, se si një fëmijë 12-13 vjeç të shkoj direkt tek boksi. Me atë oreksin orën 8 të mëngjesit, të shkosh të grushtosh fort, po me një agresivitet të tillë, sa thua është e pamundur. Sa agresivitet, sa negativitet ka ky fëmijë brenda vetes që do ta shpreh, kaq kur fare mirë, nëse shoqëria do të funksiononte, do t'i kanalizonte ndryshe këto energji. Do merrem me sport, me sport, me art, me punë vullnetare. Me punë vullnetare, kur tha ty se duke si një term ky tani si komunist, por që realisht pra Rumani kishte punë vullnetare? Po, kishte. Komunitare? Po, pra kishte komunitare dhe ekzistonin edhe policët civil. Pra kishte një rregull tjetër në përditshmëri që nuk ka të krahasuar, nuk ka absolutisht krahasuar. Që nga mënyra e komunikimit, pra se si të nëse nuk e mëson fëmijën thot lutem, faleminderit, aty kam mbaruar çdo gjë. Pra ky trinom është shkërmoqur. Në momentin që ky trinom është shkërmoqur, është për të ardhur keq. Gjëra nuk po shkojnë mirë dhe në vend të atij progresi kemi këtë regresin që unë e përmenda dhe më sipër, dhe është një regres i përditshëm. Dhe ne sot kemi bëjmë me analfabet funksional. I shoh edhe gjatë komenteve që bëjnë në rrjetet sociale, më duket habi nëse shoh një koment që është gramatikisht në rregull, që ta kuptosh. Ja është një analfabetizëm që me të vërtet të nxjerr nga shina, atë nuk është e mundur. Dhe në fakt unë kujtoj kohën, kur më kujtoj ditën, në fakt, maturës shtetërore në letërsi, ishte tema vjesht. Dhe brenda 5 minutave, pa egzagerim, unë kam mbushur 5 faqe. Pra, kisha identitet në atë që temë, isha futur tërësisht në brendësinë e temës dhe çfarë shkruaj ishte imja. Ndërsa sot, shoh që askush nuk e vret mendjen, pra çdo gjë e marrin gati, në një esen e punonim në atë ditë, shpeshherë në periudhën kur s'kishte as drita, se na ka vetë periudhë, në vend që kishte mësoni me qiri. 10 vjet. Po pra, kur mësoni me qiri, dhe sot i kanë gjitha kushtet, marrin diçka, ca shprehje shabllon aty këtu, pas një lloj identiteti vetëm. I shef, dëshiroj ndonjëherë të bashkëbisedoj me ta, dakor, nuk po i përgjithësoj gjithë, po kryesisht është e pamundur të dëgjosh një mendim pjekur për moshën që kanë, madje po përmend një episod, pra isha ftuar si gazetare në një panel tek biblioteka e Fierit, në rastin e festave të nëntorit. Ishin të ftuar nxënësit e ekselent të shkollave private. Ishte për të ardhur keq që ata nuk po kujtonin dot as 28 nëntor 1912. Jo mo t'i pyesja pastaj për firmëtarët, deklaratën e pavarësisë, apo nëse ata dinin se çfarë mund të kishte ndodhur në një ngjarje tjetër e rëndësishme historike para kësaj. Unë me të vërtetë u shokoj, mendoja nxënës ekselente, unë po prisja që të gjëra brillante. Kemi çuar edhe në plazhet buzë detit atje, kemi vendosur fotografitë, pikturat e këtyre filmtarëve bashkë me emra, kështu që duan apo s'duan. Kështu që është për të ardhur keq që nuk kanë një identitet tyre, duhet të lexojnë shumë. Mendoj se teknologjia ka ndikuar shumë. Mbaret edhe si përdor teknologjinë në fakt, sepse është në dorën tënde të marrësh që më të mirë atë çfarë është e domosdoshme, utilitare, dhe atë çfarë është negativitet që ty jo vetëm të vret kohën, por edhe të dezinformon. Më që semi këtu të dezinformimi, në fakt teknologjia dhe gazetari ka përveç se ka ndihmuar, ka penguar shumë duke çuar në dezinformim, duke shlestuar rolin e gazetarit, sepse po ndodh ai fenomeni i një gazetarit qytetar, po që kështu ndonjë za çdo kush mund të dalë live ose në faqen e vet ose në portale që hapin. Kap një aksident, kap një vrasje, kap një situatë tjetër, një protest, del vet, atë bët kuptimin e vet të një anshëm, të çfarë shef,
fillon jep situatën, ajo merret shablon, copy-paste. Kështu ka ndodhur tek gjitha mediat pastaj. E zaurohet si lajm, dhe ti si gazetar s'ke kohë pastaj ti rikthehesh, sepse ti mund të shkosh, dhe ai s'ka asnjë lloj përgjegjësie, se u dezinformuar. Është individ, thotë ai tek e fundit unë kështu mendova. Por nëse ti do kishe shkuar si gazetar atje, do e shikoje gjën më thellë. Përgjegjësi profesionale, ligjore. Mund të nxirrje shumë gjëra të tjera që situata nuk e hedh tërësisht poshtë. Një situatë caktuar për shembull. Mund të thotë dikush, mund të dalë dikush me siç më ka ndodhur, vjen takojmë me shishe me ujë, po me ndrysh, thua si është e mundur, se nëse do ekzistonte kjo do kesh zbarkuar gjithë DSHP-ja, po. Apo edhe nga Tirana, përfaqësues ministrit përkatëse që për këtë ujë kështu, se është e mundur, që të jetë një ujë i tillë, kaq i pist. Dhe del që ti zotri ato depozitën tënde nuk e ke pastruar asnjëherë, se ke pastruar asnjëherë, po çdo vit ta pastroj sjellës. Është detyrimi yt. Pra, nuk mund të kapesh tek ajo si përfaqësorja. Puna e gazetarit është ajo që të shkojë përtej asaj çfarë sjellin duke, sepse mund të ofrojnë shumë informacione, shpeshherë na ndodh edhe ne jemi në dilemën, po na përdorin me këtë rast apo jo, të shohim se si është gjëra, apo se mund të jetë një ndotje e Xhanicës. Del dikush nga një shoqatë ambientaliste, sepse kështu i leverdis atij dhe thotë hajde ta bëjmë të madhe. Po kanë punuar për këtë çështje kanë kaq vite dhe tash. Kështu që ti s'mund të përdorë, po një gazetar profesionist di ku janë kufit. Di se të mos bëhet pre e gjës, e manipulimit, po ndërsa këta që kanë hyrë aksidentalisht në gazetari dhe që për fat keq ata janë ata që edhe informojnë, dhe merren si të mërqen. Ata që mbushin titujt e portaleve, shpeshherë na ndodh me një portal caktuar se do të respektohet gjithë, që jep një situatë, e ne na thonë nga redaksi ty ku ishit. Kur merr pyet polici, pyet situatat, pyet institucionet që janë përgjegjëse, dhe është tërësisht një fiasko, që s'është absolutisht as pak ashtu. Kështu që profesionalizmi nga amatorët, apo nga këta mund të quajë qytetarët digjitalë, është tjetër gjë. Është do patë shumë kujdes pra edhe tek vetë publiku se si informohet. Madje shpesh na ndodh që të themi edhe familjarëve tan mos u disinformoni nga këto që lexoni, sepse më tepër bën për klikime, sesa është shumë e vështirë të zgjedhësh një informacion që është i vërtetë sot dhe që është cilësor. Sidomos gabimet më të madhe bëjnë me këshillat mjekësore. Po që i bëjnë. Po pra, është për të ardhur keq që bëjnë dhe shpeshherë s'mund të bësh një dietë me uthull edhe me ujë me limon kur para mirë mund të shkaktosh aciditet në stomak. Atëherë falenderoj për bisedën shumë interesante. Kemi shumë gjëra për të folur. Falenderoj për disponibilitetin, gatishmërinë në Shqip, që tregon edhe jo vetëm me Sole intervistën, jo vetëm me mua si koleg tjetër, por edhe me publikun, sepse unë nuk jam me ty aty në terren, territor, po nga ato që kam dëgjuar, nga ato që edhe ju e thatë, tregon që jeni në shërbim të komunitetit dhe kur njerëzit e shikojnë që ky gazetari është ty, për hall dhe probleme shqetësime, krijon edhe një lidhje, një besim më të madh